U rikëthujem në studio për të trajtuar një temë shumë interesante dhe ca mysafir shumë special në emisionin tonë. Saraj është bë krenar kohëve të fundit nga të gjithë sportdashësit me lojë cilësore për kushtim dhe shpirt. Garë pa dyshim dhe ekipi i U15 i Sarajit u shpall kampion i turneu të futbollit të vogël Coca-Cola Cup, duke siguruar të drejtën për të përfaqësuar shtetin tonë, Maqedoninë e Veriut, në finalen e madhe që do të zhvillohet në Split të Kroacisë. Pas këtij triumfi të merituar, ne sot do flasim pa dyshim edhe me trajnerin dhe futbollistët e rinj për rrugëtimin drejt titullit, emocionet e fitores, përgatitjen për sfidën e radhës dhe synimet në arenën ndërkombëtare. Gjitha këto do i diskutojmë edhe me mysafirët tanë të cilët janë sot të ftuar, janë dy vëllezër, Enisi dhe Enesi, po ashtu edhe trajneri i tyre. Mirë se erdhët. Si e fillojmë me djemt apo me trajnerin? Me trajnerin, a? Urime për titullin kampion, fillimisht, është një titull që padyshim na bën krenar gjithë shqiptarëve, unë e thash Sarajin në fillim, po gjithë shqiptarëve pasi që na përfaqësoni gjithë Maqedoninë e Veriut dhe gjithë shqiptarët në Split të Kroacisë. Më thuaj se si e përjetove këtë sukses. Pasi si je trajner, ti je përgjegjës. E ke pase, kur ka suksese, të gjithë janë përgjegjës. Kur s'ka sukses, trajneri është fajtor. Kështu që... Po. Më thuaj si e përjetove. Fiks pari falenderit për mikpritjen. Lutem. Përjetimi ishte diçka... Enis. Mund ta përjetoj. Nuk mund ta përshkruash, a? Mund ta përshkruaj se ishte diçka shumë... E prisja? Sinqerisht e prisja. Tu e ditë se qëfar ekipi, qëfar talenta ke... Ka kjo ekip, po. Po, konkretisht e prisja fitoren, por pa dyshim ishte pak kaj, si të them, stresi e bëri edhe nxehti se ishte pak loja të lufshin jashtë, në fushat vogla, edhe diçka ishte përjetim, sinqerisht, i mirë. Cili mendon që është sekreti që e qoj klubin në finale dhe ta fiton? Sekreti besoj se fëmijët ishin shumë disciplinum loj, edhe kishte një loj shumë diçka ishte me mençuri e loj të them edhe... A, të ka shku ndonjëherë do mend se mund të ketë hile, mund të ketë kështu, se jemi të pa gjithë shka kohës fundit, kështu që... Sinqerisht, po, pjesa e referve, sinqerisht u frikshim më shumë, mos na bëjnë aty ndonjë hile, mos bëjnë ndonjë ndryshim. Edhe pse finalja ishte diçka dramë vërtet. Me kë u përballet në finale? Domethënë, për finalen ishte me ekipin Arsenal nga Demirisari. Okej. Po. Edhe djemt ishin fenomenal, po njëtë, sidomos portierin e kishin numër 1. Po që ja, tonë kanë qenë ma gullshënues, a? Po, ajo, diçka ishte, thash, fenomenale, finalja ishte drame vërtet. Edhe kundërshtarit ja pranove të mirën, se zakonisht ne kemi të vështirë t'i pranojmë sukseset e tjerve, më pëlqeu që... Hagis dhët me hangër. Dua Enisin. Enesin. Ti, sa ishte sfiduse, sa ishte e vështirë rruga drejt finales, më thuaj, dhe cili ishte kundërshtari ma i vështirë, pasi që keni kalun kundërshtar të ndryshëm? Po. Rruga drejt finales nuk ka kanë shumë fort. Jo? Jo, nuk ka duk ma e letë se qa e keni prita? Kundërshtar ma të fort, s'kena pas, por si pas eksperiencë që e këm pas, se kena kalu shumë finales, se cila lojna u ka duke letë. Ma e letë, djem tri, grite me cilat. Ti ma thuaj se si ndihesh që je pjesë e këtij ekipi, edhe plus që keni arrit deri në finale. Për ndryshe Enisi është edhe kapiteni i ekipës. Përgjegjësia më e madhe ka. Enis? Po... E dije që do arishën në finale, e prisje? Po... Nëse se s'do arje, do kërkojsh të përgjërsi prej ty, sepse nuk e ditë mirë ti menaxhosh edhe lojtarët, a të dëgjojnë? Më dëgjojnë, a? Vllau si është? Mira, ama unë e dëgjova që ti nuk e qenë ferm ndaj vllaut, kështu që nuk e di, unë ashtu e dëgjova. Çka ju ka bë më shumë përshtypje nga kjo gjenerat e futbollistëve, sepse kohëve të fundit talentet e rinj vetëm po shpallen, po lindin dhe jemi shumë falendërues për një gjë të tillë që të rinjt nuk ju kanë drejtuar votës digjitale, po sportit dhe talentit. Çfarë të ka bë më shumë përshtypje? Sinqerisht, them
pjesa e kësaj gjenerate konkretisht, sidomos këto 10 çka I kam tash në ekip, çka jena ekipa fituese kampionet kam, që do përfaqësojmë me Maqedoninë e Veriut në Split, në finalen e madhe në Split që do bëjmë në Kroaci. Atje do jemi prej datës 16 deri në 22 ngusht. Angusht, okej. Po, aty do përballna me ekipet prej Serbisë, Kroacisë, Slovenisë, Bosnës edhe ne. Okej. Do jetë një finale interesante, eksperiencë Ku është mirë për pritshmëria? A kemi pritshmëri? Po, thënë vërtetë nuk do shkojmë si outsider atje, po do shkojmë për të fitu. Po, bëni servitje, po bëni përgatitje? Po. A zakonisht bëhen analizat e ekipeve me të cilat I keni kundërshtar dhe u mësohen taktikat. E keni bërë një gjë të tillë? Po, e presim të luhet edhe atje finalja sepse është Serbia më e madhe, Kroacia sa Maqedonia, këtu më pak ekipe kostë atje dhe e presim finalen. Edhe i shihni taktika. E kam su pak futbollin edhe unë. Para që më po merrem vesh. Si e ke ndërtu këtë frymë të mirë, këtë frymë energjike, se unë jam në studio e ndjej se sa energji e mirë. Mund ta paramendoj edhe në fushën sportive se si zhvillohen edhe ndeshjet edhe stërvitjet. Si e keni krijuar këtë frymë, sidomos tani me të rinj që e ka një vesh këndej, një vesh. Gjenerata, sidomos gjenerata U15, thamë të naltë të pak ma specifik, mosha e bënd veten, po faleminderit për Zotit për ke parë që e kom derin dhe respektin që ka e ka ndaj mu, ajo më dymon shumë, edhe jena të punu maksimum që të arim dikun. Tu e pas edhe pjesa jonë, thamë pjesa e Dërvenit, Carajt, ka shumë talenta, por duhet zbulohet. Duhet punë edhe zbulohet. Bëni një farë kërkimi në një farë mënyre, keni dyert hapur për të gjitha ata të cilët kanë dëshirë të jenë pjesë, pse jo? Ka, të them, po duhet edhe ma shumë. Që sa ekziston ky ekip? Ekipi, kështu konkretisht ekipi me fëmijët momentalisht që jena, këto janë një ekipi përbërë për disa shkollave Carajt, më konkretisht. Domethënë kemi Enisi edhe Enesi edhe dy tjerë, Artani edhe Leutrimi janë prej shkollës të Këndovës. I kam 4 prej shkollës Carajt, edhe një prej shkollës Gullmovës edhe një Dërvenin e pas keni... Po, përgjithsi pa i kum ka keni prejkë nga të gjitha, mos keni hatërmbetje. Ashtu, i kum pasi të ne në Saraj luhet edhe një ligë shkollore, thëmë, që organizon pjesa e Albizit, fondacioni Albiz, po ashtu edhe luhet Olimpiada shkollore. Olimpiada shkollore është, thëmë, bajt 20 vjetë, që ka... Do me thonë, keni eksperiencë. Tu i pa pak rethonat, lojat ati që ka bëhen, u mundova të bëjmë një ekip që pse mos jena ne të them ambasadorët e Maqedonisë ose... Fiks. Dua kapitenin ta pyes, a pati ndonjë moment gjatë gjithë turneut që mund mendove që do të merr kthejs tjetër, do ta humni gallën? Po, finalen në fund. Po? Pse? Pjesa finale se portieri jonë mor karton të kuq. Okej. U desh largohet. U desh largohet edhe filloj panika pak, me letar ma pak. Po vlajim e këthejt I lojë. Prap me rinë të del të vlajë. Dhe prap s'ka marrë. S'ka lidhje. Qa cilësi të ekipit e bën diferencë në finale? Në qka është me I fort ekipi? Koncentrimi edhe disiplina. Ajo ishte gjithçka pasi e cekje edhe nisi, dhe me thënë finale, minutat, pjesën e fund pjesës parë konkretisht, portieri jonë morë karton të kuq, u detyrum të luajmë me një lojtar ma pak, po edhe një lojtar ta vënëm në vend portierit. Cili ishte ai lojtari? Davud Tahiri. Po, sinqerisht Davudi tregoj veten se mund të edhe portier. Ka mbrojt mirë, ishte të thash emocione. 2 minuta para fundit e pranum golin, ishim 1-0 në avantazh. Enesi ishte golashnuesi I parë për ne 1-0. 2 minuta nga fundi u bë 1-1, pastaj sekondat e fundit. Merita I shkon Artanit, konkretisht Artan Ramadanit. Ata të përshëndesim ku do të jesh. Gjithë futbollistët. E përshëndesim. Merita I shkoj atij pse thash koncentrimi dhe disiplina e bën vetën, shkak se mos them prej ngot, po prej gjysës fushës Artani shënon një gol spektakular edhe na bëri kampion.
Du të pyes sa është e rëndësishme mbështetja, sjellja që e keni së bashku e bashkëlojtarëve, e trajnerit, e familjes, bashkëmoshatarëve tu, që ti ta marrësh vetbesimin, ta marrësh guximin, ja mos keni panik në ato momente kritike siç ka qenë edhe finalja dhe ta tregoni suksesin dhe ta tregoni talentin tuaj në Na ka kontribuar dhe familja dhe shokët krejt. Po fakt është duhesh të kesh kontribut nga gjitha anët, patëm dhe shpresa që ta fitojmë, patëm shpresën 100%, por kur e morëm atë karton të kuq, normal që bjen pak filluat me frikë. Me të kallzu drejtun e disha që dhe fitojna, 100% isha i sigurt, po vetëm u dëfte me dhonë shpresë të lojtarët pak mentalitet. Po, normalisht pa tjetër, po. Fitues, dhe se patëm problemi që. Më duke që është zakonisht me vetbesim të madh, dua ta di kush është lojtari i favorit, se jetu ma shumë mallin si dikush, po... Dijet. Kraj 7, okej, mase jetu ma atë vetbesimin e kitë i Zlatanit, kështu që... Aja ka atë vetbesim, jemi më të mirët, jemi... Edhe unë Ka e ki Cristiano Ronaldo, ju dëshproj, shkoj, kaloj. Më thuaj se sa është përgjegjësia e madhe tani që ju komplet Maqedoninë e Veriut, komplet shqiptar tani përfaqësonin Split. Kjo është një përgjegjësi goxha e madhe. Po do mundofna në atë maksimumin ton ta përfaqësojmë pikës pari kombin ton. Patjetër. Mos ta harrojmë, po pastaj vjen edhe shteti në mënyrën më të mirë të mundshme. Më thonë, bëjmë pregaditje si e cekëm. Pregaditjet ku je, duke folë të pregaditje, sigurisht e keni pa ku jeni më të dobët, ku jeni më të mirë. Në çka do duheni të përmirësojeni më saktësisht? Pjesa na duhet koncentrim shumë më i madh, domethënë të e ditë se çfarë rëndësie do kenë lojat, edhe me çfarë kundërshtar konkretisht do përballna. E kemi ne pak atë mentalitetin që para gollit pak, si them, lym Nuk e marrim seriozisht. Para gollit nuk mirët seriozisht edhe bëjmë shumë gabime që me u realizu ato gabime të shumë lehtë e kje, ta fitosh. Do shta neve nga lartë, po. 6-7 gabime, po, shumë ma shumë pat. Qka mund që kapim gol, shkojshin der para gollit, u këthefshin mas. A pse? Pse? Kapiteni e të nga baje. Du ta di pse, si kapiten po të Po, porteri ishte fenomenal. Gjdo shut e mbrojke. Pa, ne duesh me gjithë mënyrën që Po, hat-trick që shtu e. Shkojshin der para gollit, zero frigofshin për porterin, të eshin pak pa A, malë. frigoshin se me knami. Jo, nuk u frigojshmi, po... Nuk, si me tha, nuk u realizoj. A ka një ekip që ju për momentin e keni ma frikë nga këto shtetet, Bosna, Serbia, Kroacia? Nuk e di në ekipet. Shife e Nisi. Jo, vetbesimin mbi vetë. Bëra, a do në kapiten e Nisi, nuk e di pse e Nisi ka. E Nisi e kapiten, për Nuk i dhnojeni, apo? E Nisi. Po, pse më raberi shkroj një kote ki. Si e shikni të ardhmën e këtyre futbolistëve? A e shikni që mund të arinë edhe në skuadra, pse jo shumë shqiptar shofim tani që kanë arritë shumë lartë dhe e fundit është ai Xhaka i cili e qoj Zvicrën edhe në qerek finalen e botrorit dhe padyshim do t'jetë një ndër emrat më të përfolur ndoshta nëse Zvicra e fiton edhe me kë është kundërshtar nuk e me Argentinë. Shpresojmë edhe pse Argentina e shohim që ka shumë hile, po në qofë se janë bushur mend dhe nuk bëjnë hile, para mendojnë Smushën kur, që më shmesi aty. Ishte e mirë kjo. A e shihni të ardhmen e futbolistëve tanë, të rinj të flasë? Sinqerisht, të ardhme ka. Ka, do ketë, inshallah, po pjesa e hileve, inshallah, heket. Ma pa ka që të mundin fëmit për parajnë. Pa. Për ndryshe e nesin e kina pjesë të reprezentacioni tu 15 Maqedonisë. Bravo. Domethënë momentalisht është aty te Akademia e Maqedonisë. Po, përfaqësues. Po, përfaqësues. Po pse jo të mundim edhe 2-3 tjerë të shkojnë. Pse patjetër, pse jo se sa ma tepër, po. Vetë se
thash, te pjesa e hileve, them thojza, në atë kuptim mos kete realisht përparësia e më e miri. Normal, me meritokraci mos jetë pa. Ajo e gjithë thash. Shpresojmë, punojmë për një tartë më të mirë. Çfarë synoni në finale dhe deri ku, me çka do të kishi qenë më të kënaqur përpos finales madhe, me çka pajtoheni? Me çka nuk doni, pa çka nuk doni të ktheheni? Pa fitore. Fitoren. E Nes? Ti? Normal që me trofeun. Me trofeun. Po qofse nuk është trofeu, do me para shifni vetën keni do jetë. Do vim apet. Do vim apet me trofeun. I lumtu, unë këto njerëzit me vetbesim jashtëzakonisht i marr lakmi sepse një nga atributet më të mëdha dhe vlerat më të mëdha të një njeriu për të arritur drejt suksesit është vetbesimi. Se nëse nuk ke vetbesim, ti edhe po t'jesh më i miri, nuk e ke atë guximin që ta shpikesh atë. Du ta marr një mesazh nga ju si trajner për të gjithë prindërit e fëmijëve dhe fëmijët që ndrojnë të bëhen futbollist. Ku janë mundësit? Mundësit janë shumë të mëdha, po duhet disiplinë, pikë e parë disiplinë pitë kur do vijaj, pitë familjet, thamë. Normal. Kete disiplinë, se kapacitet ka. Kapacitet, kushtet duhet përmisohen edhe pak. Sa janë mbështetja për kushte? T'jem realisht. A ju priti Saraj mirë, a ju pritën nga institucionet për kace, sepse... Okej. Nuk jemi të knaqë. Them realisht nuk jemi të knaqë. Tjetër, po. Atër dua edhe një pyetje, sigurisht edhe tifozët e bëjmë punën e vetë, zakonisht tojnë tifozët janë lojtari i 11 në fushë. Çfarë do ju thoni tifozëve që... Tifozë kemi pas prindrit. Okej. Vetëm prindrit, ato na kanë dhënë mbështetje të madhe, realisht i falenderoj edhe këto publikisht. Patjetër. Prindrit. Për mbështetjen që na dhanë gjatë gjithë turneut, se gjitha kjo ka bë, them me një mbështetje të madhe tyre dhe besim maksimal, patjetër. Mbështetje e prindërve. Nuk kemi pas ndonjë mbështetje tjetër përveç se mbështetje të shkollave, realisht drejtorave të shkollave më konkretisht. Po edhe ajo thash nuk ka qenë mjaftueshme. Aq që më mjaftueshme, edhe ato aq sa mundin. Më thonë, e dim çfarë kohë jena, aq sa mundin na kanë ndihmu. Po mbështetja më e madhe shkon ishte e prindërve. Edhe falenderimi takon vetëm patjetër atyre. Dua një mesazh para se ta mbarojmë emisionin për të gjithë ata që po na shikojnë dhe bashkëmoshatarët e këtu se si të arrijnë drejt suksesit dhe të jenë nesër edhe ata në vendin tuaj. Të punojnë dhe mos... Pikës parë disiplinë. Okej. Masa në përkushtimi në futbollit, po në fushë edhe jashtë fushë. Edhe në fushë edhe jashtë fushë. Shumë. A jeni gati për me 16-ën? 100%. 100%. Jo 100%, 1.000.000%. Kur të ktheheni, a do vini në emision dhe ta flasim eksperiencën? Sigurt. Me trofe, pa Me trofe trofe. s'vim. Këtu duan në mes ta kemi trofein dhe festojmë, kremtojmë të gjithë së Pa trofe bashku. nuk vim. Kremtojmë të gjithë së bashku, pse jo, dhe gëzohemi arritjes tuaj. E dini me cilën skuadër dua ta jepni maksimumin, apo? E dini? Okej, unë ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese, djema ju lumtë dhe padyshim arishit majat e suksesit, mos harroni edhe atëherë kur të jeni shumë vipat, na vini në emisione kur t'ju trasit dhe padyshim ti motivoni edhe djemtë e rinj, vajzat e reja që duan të merren me sport dhe duan të japin maksimumin nga jeta e tyre. Juve si trajner ju përgëzoj për punën, ju përgëzoj për durimin edhe emocionet, kontrollin që e bëni ndaj këtyre fëmijëve, sepse edhe ajo kërkon një përgjegjësi të madhe, ju jeni një prind i dytë në ato momente ndaj tyre dhe është përgjegjësia zakonisht shumë e madhe gjithçka, çdo gjë e tyre, qoftë ajo gjendja fizike, qoftë psiqike, qoftë emocionalja, është në përgjegjësi tuaja, ju përgëzoj për këtë punë dhe padyshim shpresoj të vlerësoheni. Faleminderit. Miq të dashur, ne do shkëputemi shumë shkurt edhe me pikën muzikore, normalisht për të vazhduar më tej edhe me pjesën tjetër dhe mysafirin tjetër.